kërkon teknologji dhe digitalizim, kërkon organizim të sofistikuar dhe patjetër kërkon edhe mbështetje, një mbështetje e cila jo vetëm nuk do të mungohi, por do të vi duke u rritur vit pas viti. Dhe me rritjen e mbështetjes drejt për drejt, që duam ta çojmë deri në 100 milion euro, me mbështetjen e Bankës Zhvillimit që tani më është e regjistruar, ka gati planin për të filluar të jetësoj aktivitetin e vetë. Me mbështetjen e Bankës Shqipërisë që ka vënë dispozicion një linjë kredie inovative, me mbështetjen e agrokreditit që është rivënë në lëvizje, dhe patjetër me mbështetjen e AZBR-s dhe të Bashkimit Evropian përmes AZBR-s, ne do të arrijmë të vëmë në dispozicion bujqësisë shqiptare, do arrijmë të vëmë në dispozicion fermës shqiptare dhe gjithë atyre që duan të jetojnë me tokën, një fakt. Për askënd nuk do të jetë çështje lekësh. Për askënd nuk do të jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do të jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura të dijes për zbatimin e projektit. Çdo projekt që do të jetë i duhuri dhe që do të mbështetet me dije nga ana e çdo aplikanti, as nuk diskutohet që do të financohet në një mënyrë ose në një tjetër, në një rrugë ose në një tjetër.